Kolegët tanë në Itali, ja po ta përkthej një moment për agresivitetin. Nëse qeni kafshon një njeri, thot, është e nevojshme të kuptojmë në kontekstin në të cilën ka ndodhur. Nëse ka parë njeriun si një kërcënim, si një lojë, nëse është rritur me fëmijë rrotull, çfarë lidhjesh ka pasur me njerëzit e tij, do të thënë familjen që ka pasur, si e kanë trajtuar, çfarë eksperiencë ka pasur. Kjo sepse agresiviteti është një problem multifaktorial, thot, multifaktorial, okay? Është, po unë nuk e kam të kjo. Çdo qen thot mund të jetë potencialisht agresiv. Po edhe dhe angjëllon njëkohësisht. A mund të diskutojmë çik agresivitetin njerëzor se anë qenë me 2 këmbë më keq se qenë me 4 këmbë, po them. Ç'a bëhet sot për qen? Nëse e kanë impenjuar thot familja, nëse e ka përdorur qenin për të kontrolluar territorin apo për gjah. Dhe plaku, nëse ka pasur plaku, mund ta ketë përdorur dhe për agresivitet ndaj atyre, se ka jetuar vetëm ai. Ndoshta e ka përdorur për të rritur shtëpinë nga ndonjë hajdut. Pak rëndësi ka këto hëngri një fëmijë më i zemër. Dakor, po fajin duhet ta gjejë ti, nuk ekzekutoj një kafsh për këtë gjë. Ekzekutonin plagun. Hajde ekzekutojmë plagun. Pse e vendos dhe për jetën e fëmijës unë ekzekutoj jo qenin, po të jatin e qenit e gjyshin. Kjo është për jetën e fëmijës, jo. Kjo është njerëzore zemra ime. Do me thënë që jemi njerëz. Të sjell një shembull. Qentë dhe macet, Magda, ti e di që unë kam vdekjen dhe mace. Qentë dhe macet i mbajnë se duam. Jo, i mbajnë se duam, i mbajnë për të argëtuar, i mbajnë se kemi zemër. Po patjetër. Jo, unë e mbaj si një fëmijë. Për mua është një fëmijë. E kuptoj. Është fëmijë. Por nuk e vë dot mbi fëmijë. Jo. Po jo, po se nuk vihet. Jeta njerëzore. Jeta njerëzore ka më vlerë. Do me thënë. Po patjetër. Më fal një moment. Jo. Nuk jam fare në momentin e kafshimit. Do më falësh. E di pse nuk mund ta lë të kaloj. Në momentin e kafshimit jeta njerëzore ka më vlerë. Kush është bërë prind nuk i bën syri dritë për kafshë. Jo. Kam parë plot prindër që kanë dhe nuk i bën syri dritë. E dua të macen time, po kur e dua macen time, po kur e grit gocën time, ja fus një kështu, ç'keme atë punë se grit fëmijën tim. Po. Jo, nuk është Allah shqiptarçe, është edhe kafsha duhet të mësohet si të mësohet fëmia. Po. Është shokuar. Do me thënë, ideja është me kujdes të kalojmë fjalin që kafsha është si fëmia. Jo, po s'është kur si fëmia. Është krahasimore, pra është si pasi ju të dashur. Jo, po s'është kur si fëmia. Un kam tjetër koncept dhe shumë njerëz që njoh. Edhe un kafshët. Ju mund të jenë edhe njerëz që nesër thonë un ndiem mace sot. Ose ndiem qen. Unë se mendoj do të fare këtë gjë dhe nuk e krahasoj dot. Por dhe asnjë ndryshim. Jo, kafsha dhe më vjen shumë keq as nuk është, në Shqipëri dëgjoj më shumë opinione të tilla se sa dëgjoj jashtë Shqipërisë. Kafsha s'është se po ti ishte dora. O Magda, po ti ishte po të ishte kafsha fëmijë e pjellin vetneve. Jashtë Shqipërisë e ka normale të thonë që është fëmijë kafsha. Po jo kafshën e kafshës. Akoma jemi që po është që trajtojnë është gabim. Është gabim se ti nuk je mami i kafshës. Nuk e ke pjell ti atë. Nuk je mami, ti mund t'i thuash hajde te mami, po mami si je. Nuk është vetëm biologjik. Po ç'do të thonë, po biologjia është dallimi me robotin. Është ndjenjë. Atëre dhe roboti është djali jot. Dashuria. Edhe roboti është djali jot. Dashuria është ndjenjë, është shpirt. Ja, shpirtra. Po edhe roboti, është edhe roboti ka ndjenja. Nuk ka vetëm biologjia, kemi